Atëherë, mi mbrëma të gjitha nga stadiumi Friends Arena i Stockholmit. Jemi këtu me trajnerin Silvinjo të Kombëtares, pas ndeshjes Sudi Shqipëri që sapo ka përfunduar. Do ta nisim herë me pyetje për trajnerin. Sabina. Përshëndetje, Sabina Meter, RTS Sports. Mister, së pari komplimente për lojën, për posë rezultatit, si u duk kjo sfidë, për çfarë sinjali morët pas këtyre dy miqësoreve? Giusto? No, cioè un'analisi anche delle due amichevoli, non solo di questa partita. Hai ottenuto quello che volevi, cioè apprezzare i giocatori, il modo di gioco. Poi ci provo a esserci veloci, non è semplice. Io ricordo sempre, noi abbiamo fatto un percorso strepitoso. Adesso ci arrivano due amichevoli che è sempre gara difficile, quello lì. Abbiamo chiesto noi alla federata di giocare due amichevoli difficili. Se fosse per vincere un amichevole, dice guarda andiamo a casa, mettiamo 30.000 persone in Art Bunny Stadium, che è strepitoso, ci la vince due squadre che è molto squalificata. No, il piano era quello, ma certamente che sono tristi per il risultato di tutte e due le gare, ma Cili non mi è piaciuto la prestazione, come diceva Sabina adesso, sì, oggi sì. Una prestazione di un livello bellissimo, buono e corretto. In fronte abbiamo una squadra molto dura, qualità individuale pazzesca. Svezia hanno calciatori di un livello molto alto, ma dopo abbiamo visto sì calciatori importanti, abbiamo visto la squadra. Ribadisco che questa non è una squadra pronta per fare 4, 5, 6 cambi. È una squadra giovane. Io ho detto, sono calciatori che hanno fatto meno di 15 gare come la nazionale. Noi dobbiamo essere, you have to be proud of that players. They are so young. And also, scusami italiano, prendo l'opportunità per dire, tutti abbiamo fatto una bellissima gara, ma mi ha impressionato tantissimo la bellissima gara che ha fatto Mario Mitai contro un calciatore, contro una Svezia, in un stadio bellissimo, e contro un calciatore della Juve, del Tottenham. Un calciatore che io ammiro, è un calciatore mancino bellissimo, forte, potente. Mario ha fatto una gara strepitosa. Pra, sigurisht ne do të kemi parasysh, kemi bërë një rrugtim të shkëlqyer deri këtu, pra me kualifikuesit në Europianin, me paraqitjet që kemi bërë, me fitoret që kemi arritur. Sigurisht do ishin dy miqësore shumë të vështira, të cilat ne i kishim kërkuar, pra të luanim kundër këtyre rivalëve. Po të donim mund të kishim luajtur në shtëpi me dy kundërshtarë shumë të lehtë, me stadiumin plot, mund të kishim fituar, po nuk e di sa do na kishte vlerëtur. Ne ishte pikërisht kjo që donim, të plani ynë të luanim me rival të niveli për të parë se ku jemi. Sigurisht jam interesuar për dy rezultatet në dy miqësoret. Sa i përket ndeshjes me Kilin, nuk jam i kënaqur as pak me paraqitjet që bëm në fushën e lojës, por për ndeshjen me Suedin do të them që kemi bërë një paraqitje shumë të mirë dhe patjetër që nuk e meritonim të humbisnim. Luajtëm kundër një skuadër shumë fort me lojtar shumë të rëndësishëm në nivel teknik, por edhe individual, po themi. Ndërkohë që sot ne bëm një analizë, po themi, arritëm të bënim një test shumë të mirë për ekipin ton. E kam thënë edhe më përpara, kjo skuadër nuk është gati për të bërë 5-6 ndryshime në formacion kaq shpejt. Kemi një skuadër të re, një lojtarë që nuk kanë shumë ndeshje me kombëtarën, normalisht nuk kanë shumë eksperiencë, por gjithsesi unë do të them që jam krenar për djemt tanë, për lojtarët, për atë paraqitje që kanë bërë, pothuajse të gjithë lojtarët kanë bërë një paraqitje shumë të mirë, por dua të veçoj paraqitjen e Mario Mitajt, ka qenë me të vërtetë një ndeshje shumë e mirë nga ana e tij, luante përballë edhe një lojtari siç është Kulusevski në krahun e tij dhe sinqerisht ka qenë në nivel shumë të lartë dhe dua ta komplimentoj. Ska vi ta den svenska översättningen lite grann snabbt? Ja, precis. Det han nämnde kring Sverige, det var att han ville möta ett väldigt bra motstånd, vilket Sverige verkligen innebär. Han är särskilt nöjd med spelarnas insats, framförallt vänsterbacken Mario Mitaj som ställdes mot Kulusevski, och han gjorde det extremt bra. Bajrami si u shfaq më mirë
sot kishte bërë një ndryshim në fakt nga fillimi, më mirë në krah apo në qendër? Si u duk ju? Di gioco. Meglio giocare, cioè ti piace più lui quando gioca al centro o quando gioca al lato? Sì, corretto, un cambiamento di modulo. Lui è abituato a giocare come esterno di sinistra, al Sassuolo ha fatto tanto. Da noi puoi fare lì, puoi fare il centro. Io penso che lui al centro, come un trequartista, è un calciatore molto pericoloso, ma come noi abbiamo fatto un cambiamento di modulo, abbiamo provato lui lì. Lui si adatta bene. Anche un piccolo cambiamento fra lui e Hassani, un po' più dentro, un po' fuori, un po' dentro e fuori, nel senso di dare un po' di mobilità a questo calciatore. Poi lui è pericoloso perché lui è un calciatore molto lucido, molto tecnico, fa tante transizioni buone. Sì, abbiamo piaciuto di lui anche come esterno, possiamo utilizzare lui tanto fuori come dentro. Po, pikërisht është një lojtar që mund ta përdorim shumë lehtë, qoftë në krah, qoftë në qendër të mesfushës, pra e avancuar në sulm, por po ne bëm një ndryshim moduli sot sa i përket Bayramit, ai edhe tek Sassuolo është mësuar të luajë në krah, nuk është një rol i ri për të, po themi, por mendoj që edhe nga qendra, sidomos ai është shumë i rrezikshëm. Gjithsesi kishim këtë mundësi dhe ne e provuam dhe ai u përshtat, mendoj se u përshtat shumë mirë duke kombinuar shumë mirë me Hasanin disa herë, duke bërë ndryshime loje. Është një lojtar shumë i rrezikshëm dhe që arrin të bëjë një tranzicion shumë të mirë dhe është vërtet që mund të bëjë disa pozicione në fushë. Tränaren nämner Nedim Bayrami, en spelare som kan spela på väldigt många olika positioner och väldigt nytt för landslaget. Överlag väldigt bra kombinationsspel från Albaniens sida, i synnerhet på vänsterkanten med Yasir Hassani. Mister, përse zgjodhet të mos e aktivizonit asnjë minutë Ray Manajn? Perché non hai fatto giocare Manaj? Perché avete deciso di non fare giocare Manaj neanche per un minuto? Perché noi abbiamo un piano, è dura perché tu devi migliorare la squadra, devi cambiare modulo e devi provare i calciatori. Io avevo chiaro da fare Manaj giocare la prima gara, e Broja la seconda. La seconda mancavano solo 15-20 minuti. Sabina, mi dispiace, ma io penso è giusto, si vede il calciatore, ma lui aveva fatto 70 minuti, io conosco benissimo Ray, non pensavo che quello non era 15 minuti in più, no. Dopo certamente noi andiamo a valutare tutto, ma in quel momento lì ho pensato, guarda, Cicalesci non ha fatto ancora un minuto da noi in questo momento, mancavano 15-20 minuti, però era stanchissimo, era morto, ha fatto tanto scatto, tanta palla alle spazio, poi quello si stanca uno, e poi per quello ho deciso di fare giocare Cicalesci e non Manaj. Pra është shumë e qartë, pra arsyeja pse nuk është aktivizuar Manaj, ne kemi gjithmonë një plan, siç kishim edhe për këto dy ndeshje, sidomos për të përmirësuar lojën, por edhe për të provuar sa më shumë lojtar. Manaj luajti 70 minuta me Kilin, sigurisht ai dha shumë dhe Broja pastaj ishte menduar që të luante pikërisht me Suedin dhe duhet të thënë që Manaj bëri shumë mirë dha maksimumin në ndeshje me aq sa luajti me Kilin, por ndërkohë kishim edhe në Cicaleshin dispozicion, i cili nuk luajti asnjë minutë ndeshjen e parë. Ndërkohë që Broja dha shumë gjatë ndeshjes, sidomos gjatë pjesës së parë dhe sigurisht energjia erdhi duke rënë dhe për këtë arsye mendova që ishte drejt të aktivizonim Cicaleshin dhe jo Manajn. Frågan från journalisten är varför Ray Manaj inte fick någon speltid under dagens match. Tränarens svar är att Ray Manaj fick spela 70 minuter mot Chile och gjorde det väldigt bra. Nu var det dags för Broja att visa framfötterna, vilket han verkligen gjorde under första halvlek. Och det var också dags för en tredje anfallare att kunna få speltid, Cicalesci, som kom in under andra halvlek. L'ultima domanda për ta mbyllur, besoj pas këtyre dy miqësoreve, nuk po kërkoj emra sepse e di që nuk do të mi thot, por të paktën e ka në kokën e tij trajneri Silvinho një listë finale nga këto që ka parë dhe përgjatë gjithë kohës që ka studiuar skuadrën. Dopo questi due amichevoli, possiamo dire che ce l'hai già una lista nella tua testa, non parliamo di nomi, però ce l'hai già la lista per l'Europeo, da quello che hai visto. Non solo nelle amichevoli, ma anche tutti gli ultimi mesi. Bravo, perché è importante la domanda. Noi, e quello è importante da capire, noi non andiamo a fare una lista
per questi due amichevoli, è tutto giusto la domanda, ma per tutti capire è un percorso dal 9 di gennaio che abbiamo iniziato a lavorare, la prima gara a Varsovia. Non solo per le due amichevoli. Perfetto. Cioè, ce l'hai già una lista vedendo i giocatori in tutti questi mesi, nella qualificazione, cioè un tot? Forse più o meno, ma adesso è il momento da rientrare con tranquillità a Tirana, alla federata, iniziare a lavorare sull'europeo. Oggi possiamo dire che iniziamo a lavorare solo sull'europeo. Avevano due gare difficilissime perché abbiamo scelto noi il Cile, Svezia, forse era un'Argentina lì, una Francia, era quello, è per provare la squadra, per vedere chi possiamo o chi non possiamo. Non per vincere, un amichevole dire guarda, no, ma certamente uno va in campo e vuoi vincere, io sono triste per il risultato, ma molto più tristi per la prestazione di Cile, che lì non mi è piaciuto per niente, oggi no, oggi ho visto una squadra vibrante, brillante al campo. Quanto riguarda la lista, adesso iniziamo a lavorare su questa lista che sarà importante a maggio. Pra sigurisht ne do të fillojmë punën me një herë sa do të kthehemi në Tiranë për listën, deri do të vendomarrim, do të analizojmë gjithçka, do të vlerësojmë gjithçka deri në maj, deri kur të vijë momenti. Por sigurisht lista nuk është thjesht nuk është thjesht një listë që ne bëm për këto dy miqësorët, patjetër, është një punë që ka filluar që në janar dhe që vitin e kaluar, po themi, në ndeshjen që në ndeshjen me Polonin, dhe është një punë e vazhdueshme. Tani do të kthehemi, sigurisht që thamë, të punojmë Tiranë për Eron, tani nis puna për finalet e Europianit, përfunduam këto dy ndeshje shumë vështira ndaj Kilit dhe Suedis, pikërisht kundërshtar që ne i donim, i kishim kërkuar dhe që mendonim se na bëjnë shumë punë për të parë skuadrën, por edhe për të testuar lojtarë, për të bërë prova. Pra nuk është se donim dy miqësore për të fituar, donim dy miqësore për të provuar ekipin dhe për të testuar lojtarët. Sigurisht jam i trishtuar për rezultatin, por jo për paraqitjen total, sidomos për ndeshjen me Suedin ku bëmi paraqitje të mirë. Journalistens fråga lyder, är EM-truppen satt för Albanien? Förbundskaptenen menar på att nej, den är långt ifrån satt. Man kommer inte utgå endast utifrån de här 2 matcherna som har spelats under det här uppehållet, utan man kommer titta på hela EM-kvalet. Och listan kommer bestämmas under maj månad där det är bestämt. Återigen så poängterar förbundskaptenen att tanken med de här 2 träningsmatcherna var inte att vinna, utan det var att testa spelare, se vilka som kan bli aktuella för en EM-trupp. Självklart är han missnöjd med resultatet under bägge matcherna, men man fick ut mycket annat utav dem. Okej. C'è pyetja fundit? Kemi pyetje po? Scusa, non parlo italiano molto bene. Inglese? A lot of Albanian fans on the stands today. What do you think about that, and were you surprised? Shumë tifozë shqiptar sot në stadium, çfarë mendoni për këtë gjë dhe a jeni surprizuar nga ky fakt? I'm not surprised. We play for them. It's unbelievable. Every single country that you go, you have a lot of Albanian fans there. So the atmosphere for them is unbelievable. So we are preparing, even in Germany, because I heard there are a lot of Albanian people living in Germany. So they're going to support us every single day. They deserve it. They deserve the moment for the team because you did really well to go to the Euro 2024 in Germany. So it's very proud for the country, for everyone, even for the players, families. So we are very happy, and they supporting us. I'm not surprised. Sorry. Pra jam shumë krenar për tifozët dhe vjen mirë që kemi bërë të lumtur. Nuk jam as pak i surprizuar sepse ne luajmë pikërisht për ata, kudo që kemi qenë. Kudo gjejmë shqiptar, gjejmë tifoz në stadium, na kanë mbështetur, na kanë sugjeruar kudo, kanë krijuar një atmosferë super edhe në Gjermani kam informacione që ka shumë shqiptar dhe do të kemi një mbështetje shumë të madhe, besoj se ne e meritojmë dhe ata e meritojnë gjithë të eksperiencë kaq të bukur që po kalon kombëtarja shqiptare. Did it even feel like an away game today, or was it like a home game? A të ndihesh sigurisht që pikërisht në transfer apo duket sigurisht që ndeshën në shtëpi sot? Almost there. I think they were 4,000 people, Albanian
people around the stadium, so that's really nice. Good noise, good atmosphere, they're helping us a lot. Po ishte një atmosferë shumë e bukur dhe tifozët na kanë mbështetur shumë. Sinqerisht u ndjeva sikur po luanim në shtëpi, kishte ndoshta mbi 4000 shqiptarë që ishin në stadium dhe u ndjem shumë mirë për këtë. In the beginning of the game, in the 12th minute, Broja went down in the penalty area. I think you and your staff reacted pretty much. Do you think that it should have been a penalty there? A duhet ishte dhënë penalti për Brojën në pjesën e parë, pam që edhe stafi edhe ju reaguat shumë dhe protestuan ndaj atij Yeah, you vendimi. protested a lot, but you know, right now we are used to have a VAR. You have no idea what go to work, but in the match you have no VAR anymore. So it's very funny because you are used to it's not protest anymore because you sometimes say, hey, maybe have a look in the VAR, but now you have no VAR. So come back again. So the discussion between the pitch, between the fourth referee, the coaches, in the linesman. So it was penalty. It doesn't matter. So the game is good, nice. A lot of players inside of the pitch is high level. We did really well. I'm sorry about the result. We are sad about the result, but you understand that even our opponents, they are really strong, unbelievable players. But it doesn't matter about the penalty. So just some comment about the VAR. So VAR is a good one. Sigurisht ne jemi mësuar tashmë të luajmë me VAR-in dhe është pak e çuditshme kur tani nuk kemi mundësi të përfitojmë nga vendimet e VAR-it dhe ishte pak ndryshe kjo ndeshje sepse ne u rikthyem të protestonim më përpara ndeshjet e tjera nuk kishte nevojë të protestoje sepse VAR-i zgjidhte çdo situatë, po sigurisht do na duhej këtë herë të diskutonim, të kishim dhe debate po themi me arbitrin e katër, por nuk është kjo ndoshta më e rëndësishme. Ne ishte një ndeshje me lojtarë nivelit lartë, është nuk është rezultatin patjetër që nuk e prisja dhe nuk jam i kënaqur, por ishte një ndeshje shumë e bukur me kundërshtar nivelit shumë të lartë. Just the last quick one. Did anyone in Sweden impress you today? A ju impresionoi ndonjë lojtar në veçantë sot nga Suedia? Not impressing me because I knew it. A lot of good players. Yeah, beside of the pitch, so you recognize good players. It's high level, top, strong, great technique, speed. So a lot of them. Even the forwards, wingers, they are unbelievable players. Nuk është se u surprizova sepse i njoh shumë lojtarët e Suedisë, kemi analizuar, janë shumë lojtarë të mirë, shumë lojtarë të fortë. Sidomos pjesa sulmuese, lojtarët e sulmit, lojtarët e krahut janë vërtet lojtarë me teknikë shumë të lartë. Finish the question, but the most important player inside the pitch that I must like the play for it was Mario Mitai. Nëse për ta përfunduar, po themi pyetjen kush ju impresionoi, më shumë më impresionoi pikërisht Mario Mitai, se sa çdo lojtar tjetër në fushën e lojës. Okej. Grazie a voi. Faleminderit edhe natën mirë. Once again. Muito obrigado.